Është bërë trend së fundmi vendosja e masë administrative për drejtuese mjeteve në të cilën nuk njoftohen. Mungesa e njoftimit për marrjen e një gjobe apo mungesa e fletgjobës mbi makinë po kthehet në një shqetësim serioz për shumë drejtues mjetesh në vend. Qytetarët ankohen se në shumë raste nuk informohen për masat administrative që u vendosen dhe e mësojnë ekzistencën e tyre vetëm kur ndalohen nga policia rrugore ose kur rastësisht hynë në platformën Jellbenja. Sipas ekspertit të sigurisë rrugore Fadil Likaj, kjo praktik nuk është efektive. Policia do të punojë jo vetëm në ndëshkim, por do të kesh fokusin e ndërgjegjësimit. Dhe në moment që një drejtues mjeti ka shkelur një rregull të qarkullimit rrugor, duhet të ndalohet, të komunikohet çfarë gabimi ka kryer dhe më pas të vendoset masa administrative ashtu si parashikon kodi rrugor. Një tjetër shqetësim për Likaj mbetet fakti se jo të gjithë qytetarët e përdorin rregullisht platformën Jellbenja, ku shpesh pasqyrojnë këto masa administrative dhe kjo krijon një endek informimi dhe rrit ndjesinë e padrejtësisë tek qytetarët. Qytetari do të njihet me shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, fleta e gjobet vendoset në pjesën e xhamit parapritës së mjetit, në mënyrë të tillë që drejtuesi i mjetit ta kuptojë se ka bërë një gabim dhe nuk duhet të njihet në momentin që ai mund të ndalohet nga efektivet e policisë së shtetit. Eksperti sugjeron që autoritetet të forcojnë komunikimin me drejtuesit e mjeteve, duke rikthyer praktikën e njoftimit të drejt për drejt dhe vendosjes së fletës së gjobës mbi automjet. Sipas tij, qëllimi kryesor duhet të jetë jo vetëm dëshkimi, por edhe edukimi dhe rritja e sigurisë në rrugë.